Mirëmëngjes. Do bëjmë xhiro për lagje tani, gjej makinën. Çdo ditë shkoj punë. Tomë nuk mbaj mend ku kaloj makinën dhe ne bëjmë xhiro. Po nisemi për një udhtim të shkurtër, vetëm në fundjavë, në Kolashi. Ishte një zgjedhje e Pashaj Trebu për ne, i thamë duam borë, edhe ata thanë, okej, shkonin në Kolashin. Kemi ardhur të hëmë një briosh, është ndalesa e parë. Unë nga marrë në 2 herë telefonin që më ka qërasë në bardhë, dhe një herë të një qërim tjetër, po nuk... Të një qërim tjetër? Mos do të qërasje? Me siguri, e? Po pse nuk më merrni dhe mua me vete ju ku qërasje? Sepse ti je në shtëpi. Pa drejtësi. Kjo koha është super. Kemi bërë një ndalesë në Shkodër, është një restorant shumë i mirë këtu. Nuk e themi emrin sepse ti bëjmë reklam kot. Në Shirok. Mëse. Më vë të dua të kap. Nuk e se fshihesh. Edhe kështu, më thënë. Ta ham drejta, ne pastaj do nisemi për Kolashin sërish. Ku i kemë? Wow, fshem edhe vërtet. Kjo të tregon që unë jam shumë e dobët dhe t'ja rritë shesh bas mirë. Gjithmonë që jetën me 60 km/h dhe shoh që tabelat janë me 60 km, po mund të të bëj një pyetje se jam shumë kurioze të di. Pse sa herë që je jashtë në makinë respekton maksimum, thotë 60 nuk e çon as 61. Ndërsa në Shqipëri nuk i respekton kaq shumë tabelat. Po të kaput, ha një 100-200 euro direkt, bam, e asë nuk merresh fare të rish do merresh me gajbër. Kurse në Shqipëri, jep 10.000 lekë dhe i banane, ose del kushurir dhe në mobil, kaq. Po pse ti respekton nga frika policit? Po jam shumë të kapit, masakrojnë po të kapit, aty s'to gjë. Dhe Shqipëri ka filluar më jo për shumë, të marrin patentën direkt. Apo ti nga që e ke mosën e famshme dhe vjerin e famshme. I shfrytëzon, ë? Po, vetëm të cilës vjerë. Të me jam vlaj dinjak e ulonë. Shtem për shkash shokë. Ashtu, ë? Është motra ime, gjajmë shkë. Po jemi me baballar të dyshëm se nga mimri. Me vërtet, ke përdorni, këtë një për jam e burima, ja se, di që se tuti. Hajde duše, budi drug, pa okreni jedan krug. Lumithar. Na zem planetu, noć je kratka Mara, që sej bukur, lumithar pa ujë, wow. Shive djapa. Ua, sepse sigur që ka qenë lumë këtu? Edhe akoma është ka ujë. Po, sa bukur ishte atë. Sa i bukur që ishte më përkohë të tjera. Prizoj tani se unë duhet futem në mood me Valentin. A që një këngë tjetër? Castellana ose në mbrojtjen të Hajde lere për Po që si kapë në vetë? Po respekto për vej. Në zete ke se më janë për këtë të veqe.
duket e çuditshme në fakt fund shkurti, kolashi, duhet kishte bord, ne kemi ardhur me bord. Unë mos jemi kaq tërës edhe mos ketë bord fare. Çfarë lidhje ka tërë si këtë si marrë? Tërës si ka lidhje sepse dhe kujtohet vjet 2 herë që unë nisem për kolashin nuk thyem. Sa smur, njëherë vollë marra rrugës, njëherë smura unë. Tani, herën e parë isha unë e smur, herën e dytë isha mami e smur, po babi nuk ishte e smur, dhe shpresoj që këtë herë të mos jemi të smur. Ai qum. Shkojmë mami. Open these. Pse thoj dhe mami, thoj dhe babit. Çfarë? Për çfarë? Ti hapë shapkat. Mami për çdo gjë. Ne ikim në pishin. Amara nuk është veshur, nuk do laj. Do lahem! Misioni është të arrit të fundit. Pa më rrit telefoni, erdha. Zotërish. 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 Këtë dorë, më ndihmo. Zemër si mendon? A më darket e dalim bëjmë një xhiro jashtë? Se është bukur. A të lutem. Siberi. Hapin t'i gja. Më një xhiro të vogël. Tomi ka të merr nga i ftohti, të merr. Dhe na kufizon dhe nuk do doja shumë tani, për shembull është kaq bukur jashtë, është thjesht -5 gradë dhe kë ka kaq shumë ftohtë dhe nuk do dalë vetëm -5 është. Bën njeriu për -5 gradë? Po si -5 si -55 nëse. Jo, nuk është njësa -5 e -55. Se na e privon të kënaqësi, prandaj kemi ardhur në bar. Jo, nuk kemi ardhur në Ja dhe kjo, më bërda cukja tjetër. Hajde tani. Ëmbëlsirë. Ti e fitness model, një rrugë. Shikojni dhe ëmbëlsirat e mia. Pam. Larg puntos. Nëse prisni të shikoni ëmbëlsirat e mia, dhe keq. Që është gënjej. Shumë mirë. Me mirë, a? Lumë se ti. Mami s'ka ëmbëlsirë. 6 herë. Mos që të bësh. Shumë dhe të matë, faleminderit. Po të pse e babi dorën tëtë? Po që të themu? Më falë. Ti ke e vole, ha? S'ke, ha? E bëj bërë. O, no. E bëjt për. Pas. 2 herë t'jenë dhe rëbazën. Uno. Pas. Jo, më fakt pas. Të 2 herë t'jenë dhe rëbazën. Se më landorën. Që të them ato kishtë? Ha, ke? Sa mirë dhe vetë në dushe? Nuk do e birë. Mos pina biremi shumë, nuk e? Shumë e mirë. Mua më rroth nuk më rrën përsire. Ha, ke? Uno. Shumë dhe. Sa mirë për të se më mami në qori bërë pa? Sa jemi? 4? 1. Ha? Që të jetë më mami më dhe?
Se vërsimisht të kokën e të bëni. A kuqë, në? Shuni babi. Heqë, jemi zgjuar, do shkojmë të hamë dhe do shkojmë për ski. Është hera jone e parë që bëjmë ski. Po. Asnjëri nga ne nuk ka bërë kur ski, nuk e di se si do përfundojmë. Ke shef, ë? Me si më vren! Do shkojmë tek pista e skive. Ky shoferi ecën sigur këtë garuar. Amara, po shikon borën? Çfarë po mendon? Mali larg, apo do më gjithë me dekoracion. Po do gjejmë edhe një çik. Ti mendon? Gjithë nga maja blu që bën nga larg. Provojmë për herë të parë të bëjmë ski. Këtë una qëndë, është kaq bukur një. E rekomandoj të gjithëve. Vini një fundjavë, super eksperiencë. Kush bën ski e di, po edhe kush nuk ka bërë asnjëherë, dhe të ta provojë do të kënaqeni. Unë ndjej që kam rënë 2 kg vetëm për gjysmore që heci me këto kpucët e skive. Kështu që edhe nëse bëni pushim nga palestra dhe vini vetëm në fundjavë për të bërë ski, zë s'keni bërë pushim fare dhe të harxhoni shumë kalori. Trup i drejt. Trup i drejt. Look at it. Look at my skin, my body. Up to it's a stop. Okay. Stop. Bravo, baby! U shkëja Mara. Imagjino kur je Sucker Punch dhe troll.
Son gjë shiti sport ky dhe rrëzosh ai instruktori mbrapsht. Si klifu më vjen tuz nga vetja, me vetën që nuk arri dot ta mësoj, do të mbije. Të gjithë i bëjnë spisi që duhet. Edhe fillestarët, vetëm unë jo. Essex Pro Valencia. I want to look tan. What should my caption be? I want to be clever. How about with my bitches half a minute? I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. Tani do bëjmë xhiro me teleferik. Që këtu ka njerëz që bëjnë ski, a? Që vinë që këtu, të zbresin poshtë. Që për në kohë që e them të gjë, po është në vërtet në të tërë. E hunda duhem, e hunda. E mbaruam eksperiencën tonë të skive, të themi, në Kolashin. Një kemi parë që nuk kemi qenë dhe aq të aftë, por si herë e parë le të themi që ishte mirë, që si më thaja vërtet shumë edhe më pëlqeu sugjerimi i Pashaj Travel që na solli në Kolashin, në Borë. Kemi dhe pak kohë në dispozicion që të shijojmë Borën edhe turizmin malor, kështu që shfrytëzojeni në maksimum, është vërtet shumë bukur dhe Kolashina është shumë bukur, një eksperiencë shumë e bukur, kështu që do vim sërish. Vitin tjetër ose mbase edhe fundjavën tjetër, nuk e di. Është kaq e afër. Ej! Po flasur. Drejtë kemi vendosur të hanë në një lokal tradicional këtu në Kolashin. Edhe kemi marrë të gjëra mish me shumicë. Para ha mishin për disa kohë, shumë personalisht, po këtu kemi marrë gjëra tradicionale, kështu që shohim si janë, si duket ome. And my mommy. Mami Lupja. And this is my daddy. Mami Lupja që haji kohë. Excuse me, we're English. Është hera e parë që provoj kaçamak. Po merrte mendje që ishte një gjë kaq shumë e shijshme. Përgjithësi kam dëgjuar kaçamaku është ushqim, kështu që është pas bërë më përpara që të mban gjatë, ushqim për të varë, pasi më duan, që ka një mrekulli. Udhëtimi i erdhi fundi, ne po kthehemi në Tiranë. Faleminderit Pashaj Travel që bëri një zgjedhje shumë të mirë, duke na rekomanduar, duke na mësuar ardhjen në Kolashin. Kështu që nëse keni dyshime se si të kaloni fundjavën tuaj, mund të rretoni te Pashaj Travel dhe do t'ju japi sugjerime fantastike vetëm për fundjavën, por edhe për pushimet, sidomos tani që po afrohet dera, kështu që mirë është të prenotojmë pushimet që më përpara në mënyrë që t'i kapim edhe me çmime
më të mira. Siç thash, udhëtimi shkoi shumë mirë, hoteli ishte super, 4 Points Sheraton në Kolashin. Në qendrën e skive atje u kënaqëm shumë, që një eksperiencë e bukur për ne hera parë që bënim ski. Një gabim që bëra unë dhe që ju këshilloj mos ta bëni ju, të pyesni mbasi që përpara se të merrni me vete veshje, sidomos për fëmijët, sepse atje i ketë gjitha veshjet e borës, edhe skit padyshim, por për amarën as tek hoteli, as në larg në qendrën e skive nuk ishte veshje, pantallona, kështu që amara u lag pak, sepse ishte me dy par streqe. Kjo është një këshill që ja u jap nëse shkoni me fëmijë të vegjël dhe keni për herë të parë, duke qenë se unë kisha për herë të parë borën dhe eksperiencën e skive, e bëra këtë gabim. Pastaj për tjerat këtu në Kolashin ishte një lokal shumë i mirë që ne drekuam. Në përgjithësi unë kur shkoj nëpër vende të reja, shikoj restorante që kam afër, kërkoj në Google, TripAdvisor, vende që janë afër, shikoj review-t edhe besoj si që bën gjithë bota në bazë të review-ve shkoj. Ky restorant ishte shumë i mirë, do të shkruaj emrin këtu se nuk e mbaj mend tani, dhe mund të shkoni ta vizitoni në rast se vini në Kolashin. Për të tjerat, se ka ndonjë filozofi kush e di se çfarë, kështu që falenderoj që keni ndjekur edhe këtë video. Mos harroni, bëni like, bëni subscribe, bëni komentet tuaja, ndani eksperiencat tuaja me mua për udhëtimet, ku e kaluat ju fundjavën, si ka qenë eksperienca juaj në Kolashin nëse keni ardhur, dhe kaq. Shihemi në radhës.